Nevoja për më shumë bashkërendim të punës mes biznesit dhe shkollave profesionale bëri bashkë të rinj të sapo ardhur në Shqipëri, biznesmen, akademik, si dhe përfaqësues të qeverisë gjithashtu. Gjatë një interviste dhënë për Radio Televizionin Shqiptar, presidenti Ajceman foli jo vetëm për rëndësinë e konferencës disa ditore që u zhvillua në qytetin e Durrësit, por edhe për rolin e platformës që ajo drejton në nxitjen e bashkëpunimit dhe inovacionit në arsimin profesional. Unë mendoj se në Shqipëri është njësoj si kundër në vendet e tjera të botës. Ne kemi nevojë për një menaxhim të arsimit, orientim të praktikave. Mendoj se është e nevojshme për të mësuar mbi etikën, menaxhimin e përgjegjshëm. Në konferencën e zhvilluar në Shqipëri ne diskutuam mbi problemet dhe rolin e madh që luajnë shkollat e biznesit në këtë drejtim. Unë jam e impresionuar ndërsa kam takuar njerëz të biznesit të suksesshëm, të cilët më kanë pohuar mbështetjen që kanë nga qeveria. Ne rikthehemi në Shqipëri pas shumë vitesh dhe unë shoh që sot ka një ndryshim të madh që atëherë, pasi Shqipëria ka bërë progres të madh. CEMAN do të vijojë të jap kontribut për të ndarë së bashku zhvillimet për sa i takon leadershipit dhe besojmë të kemi impakt të vazhdueshëm, veçanërisht në edukimin e menaxhimit. Ne dëshirojmë të ketë më shumë shkolla menaxhimi. Mendoj se është një rast i mirë për promovimin e Shqipërisë. Pjesë e diskutimeve disa ditore ishte jo vetëm kërkesa nga bizneset për të ndryshuar kurrikulat, por edhe ajo për bashkëpunim më të ngushtë që kërkojnë shkollat profesionale në klimën e biznesit në Shqipëri. Risia e konferencës është që ne sollëm 4 zëra shqiptar, pra 4 të ri shqiptar që janë graduar në universitetet më të mira në botë, të cilët kanë vendosur të jetojnë në Shqipëri dhe kthehen, dhe risia tjetër që nuk u bën Tiranë, po bën Durrës. Pra, që tregojmë që nuk është gjithçka ndodh vetëm në Tiranë, po ndodh në gjithë Shqipërinë. Ne patëm dhe studentë sapo ardhur dhe biznesmen të ri të cilët themi sa të gatshëm e keni ju krahun e punës, pra talentin. Është pikërisht ajo që doni dhe pati dhe shumë diskutime ku tha që shkollat duhet të ndryshojnë kurrikulumin në mënyrë drastike që të bëhen të gatshëm për ne. Dhe nga ana tjetër pati dhe kundërshtime komuniteti i shkollave të biznesit që thashë pamundur që ne të përgatisim studentët pikërisht ashtu siç doni ju. Pra duhet një kombinim dhe duhet një bashkëpunim midis të dy fronteve, midis bizneseve dhe shkollave të biznesit, ku vetë biznesmenët japin mësim në shkollat e biznesit, dhe nga ana tjetër, shkollat e biznesit duhet të jenë më mendjehapur ndaj koncepteve të reja të shkollave të biznesit, dhe duke qenë të hapur mendërisht, atëherë bëhet një sinergji dhe më e bukur. Ky takim ndërkombëtar me pjesëmarrjen e një numri të lartë liderësh nga 40 vende të botës është jo vetëm një promovim për vendin tonë, por e vendos Shqipërinë në hartën e debateve globale për të ardhmen e arsimit.